Kanë kaluar 5 ditë që Gjeneta Fetahu është bërë operim dhe ka operuar hundën. Gjeneta është lajmëruar në një emision live nga shtëpia e saj pas operimit që ka bërë në hund. Ajo tha se operimi erdhi si pasojë një devijimi në hund pasi vuan nga astma. Sot kam filluar me marr pak vetën dhe shiqyr po shoh sot. Kam pasur problem dhe më herët kur kam pas ndërhyrje prej aksidentit të kalum. Punimi brenda hundës është kanë shumë keq. Unë e kam astmën dhe kam pasur problem nëse s'marr frymë me hund, ka deklaruar ajo. Lidhur me dyshimet se ajo është rrahur nga dikush, Gjeneta u shpreh: "Kush guxon më prek mu?" Me këtë rast ka dëshmuar Gjeneta se ajo vërtet ka pasur një ndërhyrje kirurgjikale lidhur me shëndetin e saj dhe asesi nuk është goditur nga askush.